Viti liturgjik I kishës është një udhëtim me Zotin. Nëse do e marrim seriozisht të udhëtim, do fillojmë të njohim edhe Perëndin. A nëse njohim diçka nga Perëndia, do fillojmë ta duam shumë atë, sepse nuk ka jetë më të lumtur, e gëzim më të madh se sa takimi I njeriut me Perëndin. E ku takohemi me Perëndin? Takohemi në leximin e Ungjillit, takohemi në lutjet tona, takohemi në misteret e kishës, nëse ne realisht do marrim pjesë në këtë gjë. Shenjtorët vazhdimisht e quanin Krishtin I ëmbël Krisht, sepse ai që shijon Perëndin e kupton se sa I ëmbël është Perëndia. Shijojeni Zotin, thot psalmisti, e do e shihni që është I mirë dhe I ëmbël. Prandaj dhe udhëtimi me Ungjillin është shumë I rëndësishëm, që duhet të meditojmë e duhet të fillojmë të kuptojmë nga fjalët që thot Zoti në Ungjill. Ungjilli I sotëm është një ungjill jo shumë I gjatë, tregon një shërim. Kapitulli 9 dhe I parshmi I Mateut është I mbushur me shërimet që bën Perëndia. Dhe theksi nuk është shumë tek shërimet. Ne e dimë që Perëndia gjithmonë bën shërime. Është tek dinamika e ngjarjes, mënyra se si Zoti prek njeriu, e si njeriu arrin dhe të preki Perëndin e të shërohet. Prekja e Perëndis sjell gjithmonë shërim. Sa më afër të jetë Zoti shpirtit tonë, aq më shumë do jemi në të shëruar. Të gjithë kemi nevojë për shërimin. Të gjithë kemi nevojë për shërimin e shpirtit dhe trupit. Në historinë e sotme është shërimi I një të paralizuarit, që 4 miq të tij e marrin në vik, e sjellin për ta futur në shtëpinë ku po qëndronte Zoti, po që nga që kishte shumë njerëz, nuk mund të hynin dot, dhe hipën çatin dhe zbritën në vikun poshtë. E Zoti duke parë besën e tyre, thot këto fjalë: "Ki zemër bir," I drejtohet paralizuarit, "fajet tuaja janë falur." Dhe shkronjësit që ishin aty dhe farisejt, po mendonin në mendjen e tyre: "Ky po blasfemon, kush mund të fali faje përveç se Perëndis?" Dhe Zoti që lexon gjithë zemrat e njerëzve dhe mendjet e tyre, ju drejtua atyre dhe I tha: "Pse keni mendime të këqija në mendje, thot? Çfarë është më lehtë, ti them që janë falur fajet, apo ti them këtij ngriu, thot, dhe hec?" Dhe në të njëjtën kohë ky u shërua. Ky është ungjilli I sotëm. Ky ungjill na tregon pikërisht fuqinë shëruese të Perëndis. E na tregon që smundja e njeriu është gjithë trupit njeriu. Njeriu është një entitet I vetëm psikosomatik. Shpirti ndikon tek trupi, e trupi ndikon tek shpirti. Nuk mund ndahen nga njëri tjetri. Në shërbesën e Evqelis, ne pikërisht kur lyhem me vajin e bekuar, njerëzit themi këto fjalë: për shërim trupi dhe shpirti, që do të thotë për shërimin e plotët e njeriu, trup dhe shpirt. Sepse njeriu nuk mund të jetë vetëm një pjesë e kësaj. Jo kam përmendur disa herë thënien klasike në ortodoksi: një trup pa shpirt është kufon, dhe pa shpirtin gjithmonë do jetë kufon. Po, edhe një trup pa shpirtin është një fantazëm, nuk është njeriu I plot. Prandaj dhe Zoti do që t'i shërojë njerëzit shpirtërisht, dhe duke lexuar zemrën e atij, ndoshta Perëndia e kuptoi që ai njeri ishte penduar. Diçka kishte ndodhur brenda shpirtit të tij. Dhe prandaj dhe I thot: "Fajet e tuaja janë falur." Dhe pastaj e shëron edhe fizikisht. Dhe gjithë secili nga ne ka nevojë për këtë gjë. Ndoshta ne nuk mund të jemi të paralizuar nga ana fizike, po shpirtërisht shpeshherë jemi të paralizuar. Si është paraliza shpirtërore? Ja, një eksperiment fare I shkurtër mund të bëjë çdo njeri. Kur lexon Ungjillin dhe nuk ndjen asgjë. Shikon njëri duke vuajtur, nuk ndjen asgjë. Shikon familjarët e tij në telashe, prap nuk ndjen asgjë. Kjo do thotë që shpirti I tij është paralizuar. A nuk ka smundje më të vështirë për të shëruar se sa paraliza shpirtërore? Është akoma më e dëmshme për ne se sa paraliza trupore, se mund të jemi të paralizuar shpirtërisht. Ne kemi humbur, nëse kur jemi të paralizuar vetëm trupërisht, nëse kemi shpirtin, përsëri jemi të fituar. Prandaj ungjilli I sotëm është një thirrje për gjithë secilin nga ne, që të largojë paralizën e shpirtit të tij, të fillojë dhe ndjej diçka për gjithë njerëzit e tjerë. E shumë njerëz shpeshherë ndoshta edhe mund ndjejnë diçka, por nuk mjafton vetëm ajo gjë. Dashuria e vërtet nuk është vetëm ndjenjë, është edhe veprim.
Nëse shikon njëri që s'ka bukë, duhet japësh diçka. Nëse shikon njëri që është shumë i dhëruar, duhet ta ngushëllosh. Nuk mjafton vetëm thjesht të vi keq. Zoti nuk thjesht i vjen keq, po ndërhyn dhe vepron. Edhe këtë kërkon dhe nga gjithë secili nga ne. Një pikë tjetër e rëndësishme këtij ungjilli është që Zoti lexon gjithë zemrat, shikon gjithçka. Ne shpeshherë ndoshta mund të bëjmë gjëra e duket sikur njerëzit nuk na shohin. Dakor, njerëzit nuk mund ta shohin, po Perëndia na shikon. Është një histori nga murgjët e shkretirës. Njëherë një asket i madh shkoi në qytetin e Aleksandrisë dhe një grua mëkatare u përpoqi ta tundonte. Dhe ky bëri sikur pranoi dhe tha, "Dakor, tha. Le të shkojmë në qendër qytetit në mesditë edhe le të mëkatojmë." Ai thot, "Si mund të shkojmë atje?" thot. "Do na shohin gjithë njerëzit." Grua i thot, "Edhe nëse shkojmë në shpellën më të errët, edhe më të thellë, nëse nuk na shohin njerëzit, do na shikojë Perëndia." Dhe historia tregon që kjo grua u pendua dhe filloi rrugën e shpëtimit. Sepse çfarëdo gjë që të bëjmë fshehurazi ne, edhe nëse nuk na shohin njerëzit, Perëndia do na shikojë. Nëse ne na vjet turp nga njerëzit, sa më shumë duhet na vjet turp nga Perëndia. Prandaj dhe ungjilli i sotëm na tregon këtë gjë, që Zoti është i kujdesshëm në gjithçka, e sheh gjithçka që është tek ne. Dhe në lutjen që lexon shpeshherë prifti ose episkopi në disa pjesë të liturgjisë, thonë këto fjalë: Zoti i jep dituri dhe mençuri atij që e kërkon. Por nuk e heq syrin, thot, nga mëkatari. Prandaj dhe ka vendosur edhe pendimin. Gjë që do thot padyshim, ne mund të bëjmë shumë mëkate, po Zoti na ka dhënë dhe një rrugë të shpëtimit e të mjekimit duke u penduar. Por nuk pendohemi sepse kemi pengesa të mëdha shpirtërore e psikologjike brenda. E kush janë këto pengesa? Është pikërisht pseudovetja. Kur njeriu e ka kreneria, lakmia, zilia, egoizmi, ai e shikon pendimin si një poshtërim, nuk e shikon si një shërim. Madje ai as bindet, sepse dhe bindjen e shikon si një poshtërim, ndërsa etrit e kishës, e gjithë murgjit e shenjtë, këtë e shikonin si rrugën e vetme të shpëtimit nëpërmjet bindjes, do të themi bindjeve të mësimeve të Zotit dhe nëpërmjet përulësisë. Nëse do jemi të përulur e do i afrohemi Perëndisë, Perëndia do na shpëtojnë. Zoti në këtë pjesë të ungjillit është i vetmi që flet. Nuk flet as i paralizuari, nuk flasin as ata që e sollën, nuk flasin dhe shkronjësit që filluan menduan keq për të, po Zoti i lexon gjithë mendimet. Prandaj dhe Zoti shikon jo vetëm thjesht veprat tona të këqija, po dhe mendimet e këqija. Sa herë që kemi mendime të këqija kundër të tjerëve, nuk mund të fshihen dot nga Perëndia. Prandaj dhe shenjtët pendoheshin jo vetëm për veprimet, por dhe mendimet e tyre të këqija që mund të kishin pasur ndonjëherë në mendje kundër një njeriu ose kundër diçka e tjetër. Zoti i dallon të gjitha këto. Dhe e fundit si pikë është shumë e rëndësishme që ne duhet ta kërkojmë Zotin. Se duke kërkuar Zotin do na japi mençuri e do na japi urtësi. Nëse nuk e kërkojmë Zotin, nuk do i gjejmë dot. Duke kërkuar Zotin, Zoti do na shfaqet vetën, e duke na shfaqur do e ndryshoj krejtësisht jetën tonë. Sa më shumë që do përpiqemi të jetojmë sipas mësimeve të Zotit, aq më shumë do e njohim atë. E sa më shumë të njohim, aq më shumë do e duam atë. E duke e dashur atë, do ndjejmë dhe shijen e ëmbël që t'jep prania e Perëndisë në shpirti, sepse vetëm ajo mund t'i japi njeriu të paqe, thellësi zemre dhe pastërti zemre. Prandaj le të lutemi Krishtit. E le të bijmë ndërkëmbë siç këndojmë në hyrjen e vogël. E Zoti padyshim që do ketë mëshirë. E do i thotë gjithë secilit nga ne, ki zemër, birë ose bi, se fajet e tua janë falur. E nëse janë falur fajet, kjo është dhurata më e madhe që mund të na japi Perëndia. Prandaj le të lutemi Krishtit vazhdimisht, sepse Krishti është një Zot i dashur, që e ka gjithmonë mendjen tek të gjithë njerëzit dhe vigjilon mbi gjithë shpirtrat. Kushdo që i afrohet, si tek paravolia e djalit prangprishës, do vi vetë ai i pari për të na përqafuar ne, për të na shëruar e për të na ndriçuar. Amin.